Në ditët e ardhshme, pragun e SPAK pritet ta kalojnë të gjithë biznesmenët që janë përmendur në dosjen e ministres Belinda Balluku, si përfitues të tenderave në projektet infrastrukturore. Nisja e fazës së pyetjes së biznesmenëve është kryer menjëherë pas zhvillimit të kontrolleve në bizneset e tyre dhe sekuestrimin e aparateve telefonike dhe pajisjeve të tjera kompjuterike. Shumë nga këto pajisje tashmë janë kqyrur dhe njëherë është janë çuar për eksperiment kompjuterik në laboratorin e ekspertizës kibernetike në SPAK. I pari që është thirrur për të dëshmuar është biznesmeni Ram Geci, i cili u paraqit në SPAK disa ditë më parë dhe u mor në pyetje nga një oficer i Byros Kombëtare të Hetimit. Por ai nuk do të jetë i vetmi. Në vijim në prokurorinë e posaçme pritet të thirren edhe këta biznesmen: Bledar Shtarova, Eduard Çohdari, Ardit Metaliaj, Ilian Metaliaj, Çuman Sejdiaj, Gramoz Dalipi, Bledar Lloshi, Giovanni Pascale, Vladimir Pjetër Gjokaj, Enea Kaçi, Basili Troci, Besmir Çako, Ervis Toska, Erguj Senka, Spartak dhe Miraj, Roku Gjoka, Leonard Proko, Arbër Abazi dhe Artan Sako. Të gjithë këta persona dyshohet se kanë përfituar tendera tek Ministria e Transporteve që drejtohet nga Belinda Balluku. Sipas hetimeve të kryera nga prokuroria e posaçme, disa nga biznesmenët e mësipër janë takuar me ministren Balluku me qëllim ndarjen e loteve që do të fitonin për kryerjen e punimeve në ndërtimin e Unazës së Madhe.